se si ne dohet të presim fundin e një viti, se si besimtarë ne e kemi obligim që jetën tonë të mos e kalojmë të pa planifikuar dhe të pa programuar. Jo vetëm jetën, po dhe ditën, edhe javën, edhe muajin, edhe vitin, pra dhe të jetën besimtari e ka obligim që të planifikoj dhe kur kalon vita, kur kalon java, kur kalon muaji, kur kalon edhe viti, ne si besimtarë e kemi obligim që të ndalemi edhe t'ja bëjmë një shikim, një studim vitin që po e lëm pas, kohën vitin që i kemi bërë, planet e jetës që i kemi pas, sa i kemi arrit, sa i kemi realizu, deri ku ka shku realizimi i plan programeve tona. Dhe në fund, nëse bashkë veç nuk po bëj ka pa kremtu dhe pa u argëtue, hajde t'ja ndërrojmë qëllimin, se ka shumë rol, ka shumë rëndësi, dhe nëse kem arsye pas krejt ati studimi që t'ja bojmë jetës tonë, vitit kalendarik që kemi kalu, të arriturave që i kemi pas, qofshin ato personale, individuale, qofshin edhe familjare, sa i kemi arrit me realizu planet e jetës, atëherë shej falenderimin ndaj Zotit Gjellëshanu hu, për ato begati, për ato mirësi që i kena gëzuar gjatë atij viti, ndoshta kemi arsye që të kremtojmë, gëzohemi, edhe të falenderojmë Zotin Gjellëshanu hu, që na i mundsoj me realizu ato qëllime që na i kemi pas për me i vonë. Por asesi, ne nuk guxojmë që verbërisht të bojnë siç bojnë të tjerë. Por shkak se dhe ne përsërisim, ne kemi fenë tonë, kemi rregullat tona, kemi kombin tonë, kemi rregullat tona kombëtare dhe fetare, të cilat nuk na lejojnë neve që të bojmë sikur të tjerë. Rregullat bazë tona na obligojnë t'i respektojmë të gjitha besimet, të gjitha nacionalitetet, të gjitha ngjyrat, të gjitha racat. Amo nuk na i lejojnë që na çdo fest, çdo kremte, çdo dom të festojmë, të kremtojmë pa ditë. As çka po festojmë, as pse po e festojmë, as si po e festojmë, as si po e kremtojmë. Kjo na thret edhe njëherë për i gjumit të thellë që kemi rona, që humbja e vlerës së festave tona po ndikon që na mi morë festat e huaja. Në det njoni më tha, Allahu xha i ka humbur di qysh lezetin e bajramit. Nuk u zonë ndodhë kështu. Na festat tona fetare dhe kombëtare do të me i mojnë në kullur. Do të me i festu në mënyrën më të madhe të mundshme. Ndoshta edhe fshekzjarre me dhezë për festat tona, pse jo? Me i bo sa ma argëtuse festat e tona në mënyrë që fëmija jo, familja të tona mos me lakmuën në festat e të tjerëve. Amo, mos gaboni me jale ju vetës, ato si që po shohim edhe po dëgjojmë, duke thonë, vëllai hoxha, une nuk pija, për din, asë njëherë, po, se dhe viti të ri, edhe nota e viti të ri, sonte, edhe është fest, është moment, edhe pe pinshelum sytë, se ja, zoti mos e bofë. Nuk pijmë. Çfarë do me thonë kjo? Kjo do me thonë, në natën kur po e përmbyll një vit, edhe po e fillon një vit kalendarik tjetër, vend duke e lutë Allahun Gjellëshanu hu,
duke e falenderuar masmorit për begatit që i kaluve gjatë këtij viti, edhe për me lut Zotin Xhendeshonu mu që me t'i shtu begatit tjera në vitin që po e filloi, ti qëtë përfundim edhe qëtë fillim vit, po e fillon me i dhërimin e Allahut Gjelle Xhelaluhu ve Xhendeshonu, duke ja leju vetvetes një gjë që është absolut e palejume, duke ju bashkangjit të tjerëve në kremt, duke festu si të tjerët, me alkohol, me rakije, me gjëma të ndryshme.